gjiri në brëndësi janë brinjët, janë kartilagot të cilat nga njarë të rritë mund të dhëmbin. Cila është pacientja më e vogël që ke trajtuar? 22 vjeqe. 22 vjeqe. Si a the informacionin? Kishte ardhur me maman, me shoqen, se këto dhe historitë e të prekurit ose të marrjes vesh të një sëmundje janë dhe nga më të Në fakt, pacientët e onkologu kur vinë e din tashmë diagnozën të themi, sepse kalojnë tek radiologu, ajo kishte pasur familiaritet hallën me një tumor në gjë, edhe bënte kontrole. Por në atë moment ishte po ndjente një diskomfort në gjirin e saj, bën eko, drejtohet te radiologja që e njihte që ndiqte edhe hallën e saj dhe radiologja duke qenë shumë e aftë dhe bravoj qoftë të themi, arrin që të diagnostikoj një zonë të dyshimt, i nështrohet pastaj mamografisë, sepse ishte gjithë dens, për rezonancës magnetike, konfirmohet ky lloj dyshimi i saj, pastaj bën biopsin, dhe në pas biopsin kalon tek kirurgu. Dhe tek unë ka ardhur në momentin që pacientja e kishte të qartë, ishte thënë diagnoza, ishte thënë plani i trajtimit, dhe thjesht... Ju keni bërë punën psikologjike më shumë. Vazhdoj me bëjmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, pacientët kur diagnostikohen nuk është se mbaron me aq, do me thënë thjesht me trajtimin. Ka një periudhë follow-up-i ndjekje për vlerësim që është periodik, të paktën për një periudhë 5 deri 10 vjeçare. Kështu që dhe ne menaxhojmë, ne sigurojmë një cilësi jete, do me thënë për që pacientët të kenë sa më pak efekte anësore, jo të kenë sa më pak efekte anësore nga trajtimi, në xhimin e tyre, por gjithashtu vlerësojmë edhe një rikthim dhe diagnostikim të hershëm të sëmundjes. Shumë faleminderit për bisedën, ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë, dhe pse puna juaj kur jeni me pacient të drejt për drejt është po aq e vështirë dhe kthimi në shtëpi pastaj është si është kthimi në shtëpi për një mjeke që ka shmarrë gjithë ditën me pacientë të cilët po bëjnë kimio, me pacientë të vegjël, me reagime të familjarëve. E merrni me vete atë stresin? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Është e pamundur. Ne flasim për një sistem shëndetësor dhe për mjek që nuk trajtohen siç duhet, por mos mendoni që ne jemi jashtë sistemit. Mjekët. Ka momente që ne flasim për një burnout, po gjithnjë edhe më tepër. Dhe më thënë ka momente që ti e shikon që nuk kema as jetë sociale, nuk kema as kujdes për veten dhe as për familjen. Dhe ka momente që them janë bebekuar me tim shoqe dhe me vajzën, janë adult, edhe më suportojnë dhe nuk janë të varur nga unë. Po sikurse edhe unë janë dhe plot kolegë të tjerë. Është e pashmangshme, është e pashmangshme që ti të përfshihesh, sepse nuk është mjafton vetëm të trajtosh pacientin dhe kemioterapin dhe trajtimin dhe shkon në shtëpi. Por menaxhimi i efekteve anësore, ka raste që ne duhet i marrim telefon, sepse dhe nuk marrin pacientët, sepse duke ditur që mund të të bëj komplikacione. Kështu që nuk përfundon. Dhe kjo është gjë vazhd, nuk është se bëhet me njëherë, me vite. Që zgjat dhe me muaj, me vite. Dhe në fund ne jemi njerëz që nuk kujdesemi për veten dhe lëmbasdor. Mjekët kanë me statistik përqindjen më të lartë të suicidit nga burnouti në... Deri në atë pikë, jo, shpresoj. Në Amerikë, në eksperjenca që ka doktoresha.